Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Gafores. Atëherë sot do bëjmë parashikimin për muajin janar edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj të mbar, por dhe një vit sa më të mbar të gjithë ju. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e vitit 2026, sepse janë postuar për gjitha shenjat e horoskopit, por edhe shenjën tuaj me fat. Gjithsesi mund të ndiqni dhe ascendentin tuaj. Atëherë, shohim energjinë që na vjen edhe për shenjën tuaj. Atëherë, ju keni të bëni me energjitë shenjave të ujit që jeni ju vetë, energjitë shenjave të ajrit dhe kemi energjitë shenjës të demit, shenjës të peshores. Gjithsesi ju shoh në fillim të muajit, ju shoh që keni bërë shumë durim në lidhje me situata të ndryshme që mund të keni pasur, mund të keni pas situata në lidhje me dashurinë, sepse kemi dhe diellin që hyn në britsjap dhe ju do keni bërë shumë durim për të pas kontakte me njerëz të ndryshëm në jetën tuaj. Ndoshta vitet e kaluara keni kaluar shumë situata të vështira sepse shoh që ju keni bërë shumë durim. Dhe kjo mund të ketë lidhje dhe në lidhje me njohjet, lidhjet, marrëdhëniet tuaja në një rast, ose në rastin tjetër mund të ketë që ju gjëra që kanë qenë negative më tepër në lidhje me marrëdhënie të ndryshme. Por edhe në lidhje me persona që ju rrethojnë në jetën tuaj. Dhe kjo ka të bëjë më tepër me vitet e kaluara. Gjithsesi ju shoh që keni bërë shumë durim dhe është një fillim viti që ju do t'i trajtoni gjërat më pozitivisht. Ndoshta do ndryshoni mënyrën se si perceptoni gjërat, si shikoni gjërat te njerëzit që ju rrethojnë, për të mos përsëritur të njëjtat gabime që mund të keni pasur në të kaluarën. Ju shoh që keni ngelur në mendime negative në lidhje me një fillim të ri, me një dashuri, në një rast, me një person. Në rastin tjetër, mund të jetë që ju keni ngecur në mendime, mendoni negativisht se ky person nuk dëshiron të jetë me ju, ju keni bërë shumë durim me këtë person për të pasur një fillim të ri. Por kjo ka vlerë edhe në lidhje me situata të tjera. Mund të ketë lidhje në lidhje me shtëpinë, me familjen, me fëmijët tuaj. Në rastin tjetër mund të ketë lidhje me punën, me karrierën, nga ana ekonomike, por dhe me situata të ndryshme që mund të keni lidhje dhe me zgjedhjet që ju dëshironi të bëni gjatë këtij viti. Dhe unë shoh një fillim të ri në fund të javës së parë. Por është një fillim i ri që do marrë zhvillime shumë të mira. Mund të jetë një shtatzani, mund të jetë një dashuri e re, ose në lidhje me një person që keni ngecur në mendime, që mendoni që nuk mendoni negativisht, por rruga është e hapur. Në rastin tjetër, për një pjesë tjetër, mund të ketë lidhje fillime të reja ekonomike, fillime të reja në lidhje me punën, por shoh bollëk dhe prosperitet që do vinë në jetën tuaj deri në fund të javës së parë. Është një javë shumë e mirë dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë, dhe letrat bien vetë. Në javën e dytë, ju shoh që keni të bëni me energjitë shenjave të tokës dhe energjitë shenjave të ajrit. Ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi ju shoh që jeni duke menduar seriozisht në lidhje me një person që mund të jetë te vendi punës. Ju ndoshta dëshironi të bëni këtë fillim të ri, sepse e mendoni për ta bërë që në javën e parë dhe po jeni duke menduar seriozisht, por unë shoh që ju merrni një zhgënjim nga ky person. Duhet keni kujdes. Në rastin tjetër mund të jetë edhe një person që ose ju e admironi ose personi ju admiron dhe mund të, për një pjesë prej jush mund të jetë një trekëndsh. Gjithsesi, ju edhe mund të mërziteni në lidhje me diçka, në rastin tjetër, ose ju mund të keni marrë goditje dhe jeni duke menduar këtë gjë.
Ndërsa për disa prej jush, ju dëshironi të bëni një fillim të ri ekonomik ose një punë të re dhe e shoh në një bashkëpunim ju shoh. Ndoshta dëshironi të bashkëpunoni nga ana ekonomike ose në rastin tjetër në lidhje me një punë, me një projekt, me një bashkëpunim që keni, por duhet keni kujdes se mund të merrni një zhgënjim aty ose ju keni frikë se mos merrni zhgënjim, se mund të keni marrë goditje në të kaluarën tuaj dhe kjo gjë ju ka bërë pak të frikësuar në lidhje me diçka që ka lidhje me një bashkëpunim. Këtë mund ta merrni dhe në situata të ndryshme që ju mund të keni. Gjithsesi vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Në javën e tretë keni të bëni me energji të shenjave të zjarit, energji të shenjës së demit dhe energji të shenjës së peshores. Ju mund të keni thamë dhe ascendenten ose mund të keni të bëni edhe me persona të këtyre shenjave. Gjithsesi ju shoh në pritje. Mund të jeni në pritje të një personi, edhe pse ju keni marrë goditje, zhgënjime ose nuk e di se çfarë, përsëri por ju shoh që keni ndryshuar kanë vështrim. Duke parë gjërat që ju rrethojnë, ju filloni të bëni plane afatgjata. Jeni në një energji, por keni ndryshuar edhe këndvështrim thash. Do filloni të fusni të keni një vizion ndryshe në lidhje me dashurinë. Shoh që shumë gjëra i pranoni me përullësi, do përdorni atë mençurinë tuaj, por ndërkohë keni hequr dorë nga gjërat që keni besuar deri tani, do fusni besime të reja, por ndërkohë shoh që jeni dhe shumë sekret në lidhje me një dashuri, me një pritje që bëni. Mund të jetë pritja një dashurie, pritja një pune, një pritje ekonomike në rastin tjetër, por gjithsesi ju do jeni duke studiuar ato situatat, por shoh që do tregojeni të nxituar në lidhje me ato me gjykimin tuaj më saktë. Dhe mund të përdorni edhe fjalë që nuk duhet t'i përdorni, nuk duhet t'i thoni. Në rastin tjetër ju dëshironi që t'i bëni gjërat shpejt, sepse shoh që jeni duke studiuar situata të ndryshme. Ju dëshironi të hyni në një njohje sa më shpejt dhe do tregojeni të nxituar në lidhje me këtë. Në rastin tjetër, edhe pse dëshironi ta bëni një fillim të ri, unë ju shoh që nuk e di diçka, një zhgënjim ose ju keni frikë se mos zhgënjeheni, dhe këtë fillim mund ta merrni në gjitha situatat që keni, gjithsesi ju shoh të nxituar, ose ju dëshironi që gjërat i bëni sa më shpejt, sepse mendoni që i keni studiuar situatat, edhe pse shoh që ju mbani shumë sekrete brenda vetes tuaj. Dhe kjo ka lidhje si në lidhje me dashurinë, me familjen, për një pjesë tjetër në lidhje me dokumenta të ndryshme, me udhëtime për një pjesë tjetër, ndërsa për disa të tjerë ka lidhje me karrierën ose dhe situata të ndryshme që ju mund të keni. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Atëherë në javën e katërt shoh që do keni një takim me një person, sepse ju dëshironi ta bëni sa më shpejt, të jeni në një takim dhe këtu do tregojeni të nxituar në kuptimin që i dëshironi gjërat shpejt. Dhe në fillim të javës të katërt shoh një takim. Ju do harrini të jepni drejtim me këtë person, një situate, dëshironi t'i lini vështirësitë mbrapa, mund të shkoni diku, ndoshta do bëni dhe bisedime me këtë person për t'i dhënë drejtim, dhe unë shoh që ju do bashkëpunoni dhe do harrini të stabilizoni situatat tuaja në lidhje me një njohje, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, edhe në marrëdhënie ju shoh më të konsoliduar. Një pjesë tjetër mund të nxitojnë për të bërë një finalizim të shpejtë, ose ju jeni në një njohje dhe dëshironi ta finalizoni këtë njohje, të bëni një bashkëtesë, një martesë, një fejesë, dhe e shoh që do të jepni drejtim situatës dhe do harrini ti stabilizoni situatat tuaja. Ndërsa për një pjesë tjetër ka lidhje me kontrata të rëndësishme që ju do keni. Dhe nuk tham, këtu kemi të bëjmë me energji të shenjës së demit, energji të shenjave të ajrit dhe energji të shenjave të tokës. Ju shoh që do keni kontrata të rëndësishme, mund të jetë një kontratë pune, kontratë martesore, në një rast tjetër mund të jenë kontrata për largime jashtë shtetit, sepse shoh edhe udhëtime 2 herë këtu, ose
për të shkuar nga një qytet në qytetin tjetër për një zhvendosje më saktë. Mund të ndryshoni vendin e punës, lidhni një kontratë aty dhe ju do jeni në këtë udhtim, por gjithsesi shoh që ju për disa prej jush ka lidhje me një shtëpi. Mund të jetë një blerja e një shtëpie që ju dëshironi të jepni drejtim, lidhni këtë kontratën dhe unë e shoh që bëni blerjen e një shtëpie ose ju përfitoni një shtëpi. Në rastin tjetër mund të jetë blerja e një makine, blerje të ndryshme që mund të bëni, ose disa shpenzime që ju do keni në lidhje me një udhtim që do bëni. Mund të jetë udhtim i shkurtër, i gjatë, nuk e di, por gjithsesi të gjitha këto ndodhin për të stabilizuar situata të ndryshme që ju mund të keni në jetën tuaj. Kjo tregon një stabilitet në lidhje me punën tuaj ose me karrierën tuaj, por dhe disa prej jush mund të ndiheni më të sigurt duke pasur një stabilitet ekonomik. Dhe marrim një mesazh nga angjit dhe shohim se çfarë mesazhi ju japin për muajin janar. Dhe këtu shohim kemi angjëllin Rafael, ju thotë që është një lidhje ngushtë, nëse ju jeni në një njohje dhe dëshironi vërtet ta shpejtoni këtë njohje, një takim, një finalizim, atëherë është një lidhje ngushtë thotë. Vetëm thjesht peshojeni me kujdes para se të merrni vendimet. Do me thënë, mendojeni me kujdes para se të merrni një vendim. Dhe ju uron një shëndet më të mirë. Kjo ka lidhje, nuk ka lidhje vetëm në lidhje të ngushta për dashurinë. Lidhje të ngushta me familjen tuaj, në marrëdhëniet tuaja, mund të jetë një lidhje e ngushtë në shoqërinë tuaj, ose në lidhje me projektet, me kontrata të ndryshme që ju mund të bëni gjatë kësaj periudhe. Gjithsesi, e rëndësishme është që ju t'i mendoni mirë vendimet para se t'i merrni. Dhe ju uron një shëndet sa më të mirë, jeni të mbrojtur nga angjëjt tuaj në lidhje me çfarë do lloj situate ose vendimi që ju do merrni gjatë muajit janar. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Ju uroj përsëri një muaj, një vit sa më të mbar. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e vitit 2026 për shenjën tuaj, por dhe për shenjën tuaj ascendente. Atëherë ju uroj një mbrëmje sa më të këndshme, dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, por dhe fundit sa më të mbar.